Ola Bruko dhe Endri Prifti ishin të ftuar në Rudina në RTV Klan ku rrëfyen për herë të parë më me detaje historinë e tyre të dashurisë, duke adresuar edhe një herë vorbullën e komenteve negative kur lidhja e tyre u zbulua. Ola shpjegoi: "Në publik është perceptuar më e jashtëzakonshme nga ç'është. Ne ishim dy njerëz të cilët kishin hedhur pas krave të tyre një të kaluar të caktuar, e cila për kohën ka qenë e lumtur për të dy, por mbaroi aty. Arsyet jam e detyruar as unë dhe as Endri t'i bëjmë publike. U takuam në një moment kur kishim nevojë me sa duket të njiheshim me një njeri që donim ne të ishte si vetja jon. Virtyti që gjeta tek Endri ishin ato që unë gjithë jetën kam kërkuar të gjej tek një njeri. Jetonim vetëm, nuk tradhtuam askënd për të lidhur këtë dashuri", shtoi Endri, i cili mëtej zbuloi se propozimi për martesë ishte në planet e tij. "Fejesa dasma do të bëhen të gjitha patjetër. Propozimin se kam bërë akoma, por do të vija avash avash. Vjen vetë ajo, vjen spontanisht." Romanca mes Ola Brukos dhe Endri Priftit u spekulua në media 2 vite më parë për të zyrtarizuar nga vetëdyshja gjatë verës së vitit 2024. Ky lajm nuk u prit mirë nga njerëzit të cilët vërshuan drejt tyre me një lum komentesh negative, ama siç u shpreh dhe vetëdyshja, as që ndikohen më nga fjalët e tjerëve, pasi dashuria e tyre është e pathyeshme.